Këtë të shtunë, do të shpallet finalisti i parë i këtij edicioni të 5 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Në televotim janë Selin dhe Brikena, pas një zgjedhje që bëri kjo e fundit në Prime-in e fundit. Si lidera e fundit për këtë sezon në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Brikena kishte si avantazh që krahas vetes të dërgonte edhe një tjetër banor në televotim për finalistin e parë. Ajo mund të zgjidhte vetëm mes banorëve që janë brenda në shtëpi që nga dita e parë, Miri dhe Selin. Brikena zgjidhjen e saj argumentoi me faktin se Selin Brëm kishte një natë mjaft të ngarkuar, ndërkohë jashtë shtëpisë të famshme, miqt, familjarët dhe fanët vazhdojnë me mbështetjen e tyre. Gimbo ka bërë një postim në Instastory ku u bën thirrje të gjithëve që të votojnë Selin për të qenë finalistja e parë. Gjithashtu ai i jep kurajo partnerit së tij që të mos dorëzohet dhe të tregojë se është vajza më e fortë në atë shtëpi. Selin, forca edhe pak mos u dorëzo, tregoj që je vajza më e fortë në atë shtëpi. Unë dhe ti, 1+1, 11, votoni çikën tem të gjithë, shkruaj DJ Gimbo në postimin e tij në Instastory duke treguar për krajet maksimale për të dashurin e tij.